Jemi tash në pjesën e intervistave, pam një dramë të vërtet në palesën 13 qershore në Suarek. Fillimisht kam trajnerin e PES ku do të kemi në intervistë dhe shohim se çfarë ka për të ndaj. Coach, your team didn't start well in the first quarter, but after the, let's say, incident that your team was very aggressive, they draw a lot of fouls and then they dominated on rebound. Do you think your team wanted way more the victory compared to you? I mean, I think both teams thought they got into foul trouble early on in the game. That was good for us. We used that, but overall, you know, it was a tough game. We are happy with this win, but the series is not over. We need another one. Also, Coach, as long as I can see, your team scored 46 points on the paint. Do you think that was the crucial, also to draw the fouls, also to score, let's say, way more easy points against Ule tonight? Because we saw Politak, it was too many foul troubles at the beginning with him. Do you attack on this point, Ule? I mean, we tried to drive, we tried to attack the paint. They help a lot. They didn't allow our shooters to get open, so we tried to use what they give us. So it worked for us, but you know, next game is a different game again. It starts 0-0. Also, Coach, what do you expect on Sunday from your players, from your team? I expect the same effort, if not better focus, but definitely a tough game, and I think everybody wants to finish at home. Congratulations, Coach. Thank you so much. Ishim edhe me trajnerin e PES, fillimisht e pyeta në lidhje me startin nështë ajo të mirë të PES në fillim të lojës, por PEA që sidomos pas ndërpërjes të lojës u treguat të agresive duke fituar shumë faule dhe duke sulmuar koshin, gjithashtu edhe duke dominuar me rebounde. Thash që ai ishte një nga pjesët kryesore të triumfit sot. Ai tha po që ne luftuam sot shumë, për dallim që edhe Ylli bëri një punë të mirë duke luftuar mjaft shumë, por ne dëshëm fitore më shumë, ne shfrytzuam gjithashtu të shfrytzuam edhe problemet me faulet e skuadrës së Yllit. Gjithashtu tha që ne u munduam edhe të shënojmë nga afërsia, gjithashtu edhe duke marrë edhe disa gjëra të lira. Gjithashtu e pyeta në lidhje me pikët e shënuara nga pjesa e lyer që ka qenë edhe si plan i lojës për Yllin, duke marrë për PEN, duke marrë parasysh edhe gabimet personale të hershme të Politak në lojtar shtatlar të PES. Ai tha që ne provonëm gjatë kohës të sulmonim kushin dhe gjatë kohës lojtarët tanë ishin mirë të markuar edhe nuk kemi shumë mundësi të provonim gjuajtin nga distanca, ndaj edhe ishim disi edhe si të imponuar të provonim lojën nga afërsia të nënkosh, më mirë theme. Tash bë për pak çaste do të kemi edhe ofër edhe trajnerin Pipan, kryetrajnerin e Yllit. Coach, tough loss at home. Your team managed to have a two-digit lead in the first half. What went wrong after that, Coach? First of all, congratulations to Team PEA for victory. We could see in this evening everything, but not basketball. It's not easy to play in these conditions, so they took a lead 1-0, so Sunday is another game. We try to recover everything, and we try to do something with these 2 days, and we will come to PEA to equal the result. Also, Coach, you mentioned that now PEA is 1-0. What can we expect from Ylli on Sunday in the second game? I don't know what we can expect, but we will try to do our best to win the game. Thank you so much, Coach. I will not keep you much. Pam një deklaratë interesante të trajnerit Pipan. Ai tha që sonte pam gjithçka vetëm jo basketball. Njashtu ai tha që do të shohim të bëjmë diçka ndryshe tashmë në 2 ditë në vazhdim, duke ditur që PEA ka marrë përshtim prej 1-0. Njashtu e pyeta se çfarë mund të presim ndryshim nga Ylli. Ai tha që nuk e di ende, por duhet të bëjmë disa ndryshime dhe të shohim se si do shkojë edhe ndeshja e dytë në PEI. Kaq ishte një dramë së në minatori, jo vetëm me basketball, për edhe me ato që pam nga tifozëria sot vendase, për sides tjetë përfundoj ashtu siç u prit dhe nuk mbet asgjë tjetër nga unë vetëm se t'ju uroj një natë mirë, edhe t'ju falenderoj gjithë juve që ishit me mua sot në pjesën e komentimit për njashtu edhe me intervista. Çdo të mirë.